Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si edhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillahi ala ni'metil Islam. Falenderojmë të madhin Zot për mirësinë dhe begatinë e Islamit, të cilën ai na ka dhuruar si dhuratë që nuk mund ta falenderojmë dot Zotin ashtu siç duhet për këtë mirësi dhe për këtë dhuratë, sikur t'i rishim sejdë nga dita e lindjes deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillah. Falenderojmë të madhin Zotin i cili po na e mundson inshallahu taala arritjen e muajit Ramazan, një muaj që ka ëndër çdo musliman dhe çdo muslimane mbi sipërfaqen e tokës. Elhamdulillah që Zoti na ka mundsuar që të kishim disa ligjërata si parapërgatitje dhe parakalitje për muajin e Ramazanit, të cilat startuan për një kohë goxha të gjatë dhe sot inshallah taala marrin vulën e tyre me hoxhën e nderuar dhe hoxhën e dashur dhe hoxhën që është habib i zemrave tona. Allahu e ruajt, i dhon të ymër, i dhon të jetë, e Allahu ja boft ymrin të begat, e fjalën e Tij që të debërtojnë zemra, hoxhën e nderuar, hoxhën Enis Rama. Faktikisht tema që do të trajtohet është edhe tabani i gjës. Mbi të ndërtohet gjithçka, zemra e agjëruesit. Lut Allahun Zotin e gjithësisë që hoxhën ta shpërblej për lodhjen, për mundin e tij, e ku ka shpërblim më të mirë sa shpërblim që jep Allahu xhalla xhelaluhu për robën e tij që mundohet në rrugën e tij dhe në emrin e tij. Unë nuk duhet të flas më shumë sepse të gjithë ne, edhe unë jam shumë i etur për të dëgjuar hoxhën tonë të dashur, hoxhën e nderuar, kështu që pa humbur kohë jap fjalën hoxhës tonë të dashur, hoxhës Enis. Mirë se na ka ardhur hoxhë, e Allahut shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lëvdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se takohemi në këtë takim, në këtë xhami, në këtë shtëpi të Zotit te barekuhu teala, për dëgjuar dhe për mësuar nga ajo që Allahu e ka mësuar e udhëzuar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pas falërimit të Allahut azza wa jall, jam shumë mirënjohës dhe jam shumë falëndërues mikut dhe kolegut dhe shokut ka mëdhshëm Hoxha Ahmed Kalaja për këtë mundësi që sonte jemi së bashku, për bujarinë që unë ta shfrytëzoj karrigën e tij e t'i drejtohem xhamatit të tij në xhamin e tij, që Zoti xhallahu ala të na bashkon zemrat në atë që është ai i kënaqur dhe në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Keni pasur me të vërtet një kënaqësi dhe begati që hoxhallar nga vise të ndryshme, secili në mënyrën e vet, edhe secili me qasjen e tij të trajtojnë temat nga më të ndryshmet. Andaj gjithë kanë lënë gjurmë caktuara në zemrat e juaja, në mendje juaj, me informata caktuara që ata i kanë sjellë para jush. Dhe kjo padyshim ka qenë e dobishme dhe të bën përshtypje që të vinë hoxhallar shumë në xhami. Por sinqerisht ajo që më shumë të më ka bërë përshtypje është, domethënë mikpritja e Hoxhës Ahmet, që gjithë ta hoxhallar më i prit, më i përcjell, më i nderu, nuk është punë e thjeshtë. Zoti e shpërbleft atë edhe juve që së bashku me Hoxhën i keni nderu këta musafir, dhe është Allah që ti nderuar në dunjë e në ahiret. Se për këtë temë që do të flasim për të, padyshim që kjo temë, sikur që tha edhe Hoxha, është tema e temave, është edhe faktori përcaktues
i përfitimit nga tëra që e kemi dëgjuar dhe që dëgjojmë. Nga se fjala dëgjohet me vesh, ndërsa kuptohet me zemër, përjetohet me zemër dhe veprat dalin pikërisht nga kuptimet e rrënjosura në zemër. Kështu që të nderuar vëllezër, neve na duhet një zemër e caktuar, e cila është e gatshme të futet në muajin Ramazan. Neve na duhet një zemër e cila është e gatshme të përjeton këtë mirësi të madhe të Allahut te barekuhu teala, që jemi në prag të kësaj mirësie dhe kësaj begatie. Mund të trajnohemi në çfarë do lloj mënyre, mund të marrim çfarë do lloj udhëzimi, trajnimi, mund të marrim çfarë do lloj shkaku të caktuar për të qenë vital, për të qenë shëndetshëm, çdo do qoftë, që të kalojmë Ramazan të mirë, nëse zemra nuk është e gatshme, nuk mund t'ja dalim. Nga sa ajo është realisht pikërisht ajo që Allahu e ka përzgjedh që të jetë udhëheci, lideri dhe përcaktuesi i funksionimit të gjitha gjymtyrëve tjera. Në zemër është besimi dhe prej këtu pastaj del besimi në gjuhën dhe në gjymtyrët tona. Prandaj të mirësh me zemrën do të thotë të mirësh me atë që është e duhur. Mirë, po të mirësh me zemrën nuk është një ligjërat, të mirësh me zemrën nuk është një fjalim, nuk është një libër e lexuar. Mirë, po të mirësh me zemrën nuk kupton një projekt jetësor, që në vazhdimsi të kujdesesh, në vazhdimsi të ruash këtë zemër, të mbushësh me atë që duhet dhe ta zbrazësh nga ajo që nuk duhet. Nga se zemra mund të mbushet me mbeturinë të caktuara të botës materialiste që pengojnë pastaj funksionimin e mirëfillt të saj dhe e pengojnë që të mbushet me atë që e udhëheq dhe e drejton drejt Allahut te bareke ve teala. Pra në këto janë dy procese të domosdoshme, të zbrazjes dhe të mbushjes. Edhe nëse arrin me zbraz, sepse kjo është e pamundshme dhe i ka shpjegimet e veta, dunjoja prap ofron mbeturina të shumta që mbushet zemra. Andaj është projekt i vazhdueshëm që të kujdesemi për zemrën, e veçanti në prag të sezoneve çfarë jemi ne si muaji i shenjtë Ramazanit. Prandaj tema e zemrës nuk mund të trajtohet me një ligjërat. Çfarë zemre ka agjëruesi? Edhe kjo është pastaj pyetje shumë e madhe. Mund të trajtohet me nën pika, shpjegime të caktuara e kështu me radhë, dhe që mos të shpërqendrohemi shumë në këtë temë, që mos të marrim shumë material në këtë temë, unë kam përzgjedh vetëm një gjendje të zemrës. Jo shumë gjendje, jo shumë udhëzime, jo shumë mbushje. E kam përzgjedh një gjendje të zemrës, e cila është gjendje e domosdoshme që duhet zemra ta kalon për të vazhduar më tutje rrugtimin e saj drejt ndërtimit dhe udhëtimit ka Allahu te bareke ve teala. Çdo gjymtyre të nderuar vëllezër, Allahu azza wa jall ja ka dhënë funksionin e duhur. Dhe nuk ka mundësi asnjë gjymtyrë ta zëvendëson gjymtyrën tjetër. Asnjë shqis ta zëvendëson shqisën tjetër. Nuk ka mundësi këmba ta zëvendëson dorën. E pamundshme është. Mund të parafrohet, mirë, po nuk mund ta zëvendëson dorën. Dora nuk mund ta zëvendëson këmbën. Nuk mundet hunda ta zëvendëson syrin, as syri veshën kështu me radhë. Nëse këto shqisa që janë të jashtme nuk mund të zëvendësojnë njëra me tjetrën, atëherë çka themi për zemrën? Zemra është e veçantë dhe i ka funksionet e veta. Fatkeqësia e njerëzve është të nderuar vëllezër dhe motra se ne i dim shumë mirë funksionet e shumë gjymtyrëve, mirë po nuk e dim funksionin e gjymtyrës kryesore që është zemra. Çfarë funksioni ka zemra? Disa mund të thonë po e ka pompimin e gjakut. Jo, kjo s'po flas në kuptim kardiologjik. Nuk kemi na këtu në trajtim, domethënë organik duke shpjeguar zemrën. Po flasim për atë pjesën më të rëndësishme të komunikimit me Allahun te barekuhu teala. Përmendo sa ka çështje interesante në qenien tënde. Syri, veshi, mendja, shumë tjera. Gjitha këto Allah nuk i shikon. Allahu shikon vetëm në zemrën tënde. Aty përcaktohet kush je, këtë aty dihet. A dëneja e qenjes tënde në kuptim të formimit, deformimit është në zemrën tënde. Prandaj, të ndërruazër, ne duhet fillimisht me njoft funksionet e zemrës. Çfarë roli ka zemra? Çka duhet zemra me bo? Çka bën kjo zemër? Ibn Qayyim rahimahullah ka përmes 5 funksionet e zemrës, po kjo është ders tjetër herë. Unë një du me përmend.
roli kryesor I zemrës është rrugtimi drejt Allahut te bareku teala. Ibn Jauzi ka thënë rahimahullah se shtigjet drejt Allahut nuk kalohen me këmbë, as me dur, por kalohen me zemër. Do të thotë ne jemi udhëtar dhe udhëtimi I duhur tek Allahu azza wa jall bëhet me zemër. Nga se ata që tek Allahu nuk udhtojnë me zemër, tërhiqen zvarr për këmbë të tyre në varr. Prandaj Allahu xhallahu e ka përmend, nëse ka njerëz që kapen për ballukët e tyre tërhiqen, Allah na ruaj, disa për këmbë, për shkak se tërhiqen dhunshëm për tek Allahu xhallahu ala, për faktin se gjymtyra që ka qenë përgjithëse për udhtim ka qenë e prishur. S'ka funksionu. Prandaj ke pa për shembull ti makina ka shumë elemente. Mirë, po për të lëviz e ka motorin e vet, që është përgjithës. Dhe nëse motori nuk lëviz makinën, ne çfarë detyrojmë? Me shty, me treg, po është e mundimshëm pastaj. Është dhunë, nuk është funksionale. Prandaj ne mund ta kuptojmë funksionimin e makinës në bazë të motorit të saj apo. Jo në bazë të gomave, jo në bazë të pjesës së jashtme. Gjasë këtë marrin kuptim në bazë të motorit që e ka. Po ai ka motorin, ka të lëvdon gomat e saj, s'kryen punë, ato nuk lëvizin pa motor. Ka të lëviz për shkakun ti pjesën e jashtme, e bukur, e lyer mirë, katësh kjo. Ajo mbetet e bllokuar pranë pallatit tënd, pranë shtëpisë tënd, nuk lëviz. Aja që jep kuptim krejt makinës është motori I saj. Edhe njeriu. Aja që jep kuptim krejt e të stirt zemra ti. Pastaj merr kuptim bukuria e tij, fjala e tij, vepra e tij, nëse zemra është funksionale. Edhe udhimi tek Allahu xhallahu ala bëhet me zemër. Prandaj ne duhet që të garantojmë një zemër që lëviz. Një zemër që lëviz, një zemër që është e gjallë, jo një zemër që është e smur apo e vdekur. Ajo që është e smur, lëviz pa lëndshëm, lëviz pak pastaj ndalet, pushon, pastaj dikur e smur. Një e vdekur nuk lëviz fare. Andaj na duhet një zemër e gjallë. Agjëruesit I duhet një zemër e gjallë. Për shkak se Ramazani është shumë dinamik. Çdo çast I tij është I vlefshëm. I duhet zemër që të komunikon me çdo moment të Ramazanit. Prandaj një zemër që është e smur, e lodhur, e pa përgatitur, nuk ka mundësi të përgjigjet kërkesave të Ramazanit që duhet, nga se lodhet, është dinamike e madhe. Ke pa për shembull një imam I xhamisë që I fal taravit një muj ditë. Nëse se ka fytin mirë, nuk kujdeset, nuk pin langjet ftafta, në gjithë Ramazan bllokohet. Dinamika e taravit është e madhe, don shumë kujdes të madh. Nga njëra keni pa në xhamia duhet më marr 2 imam, 3 imam se duhet mundruan, nuk I mundsi. 20 rekate për lëm është. E nëse fyti, shikoni një fyt, nuk ka mundësi me përballu, veç taravit që është një aktivitet I Ramazanit. E çka thënë për tjerat apo? Këmbët tona, për shembull, pak me shtu hoxha leximin hoxh te përvo. S'përballon këmbë apo? Jemi të lodhur apo? Një aktivitet këmba se përballon. Me shty pak më shumë iftarin se përballon barku. Kërkojmë iftarin kohën e tij. Ndërsa krejt aktivitet në Ramazanit, me teravi, me agjërim, me lexim, me gjitha, duhet zemë me përballu. Sa të me kone fort, sa të me kone gjallë, shumë me kone gjallë. Andaj një njeri është falë, në Egjipt ka qenë një vend, e maj men, s'kam qenë atje mu falë, po e di që ka qenë një vend, ata I falnin teravit, hoxha I falte me 6 gjuza, në teravi, 5 ditë bëshin hatme, 5 ditë bëshin hatme, 6 gjuza në teravi. Edhe një xhamat s'ka qenë I rregull, ka shku me provu, si për ja del, dikur ditë në tretë, I ka thonë hoxhës, hoxh, kjo është përputhje me sunetin e pejgamberit, a ka I ka 500 xhamia, pse e ardhë më falë aty? E ka unë nuk përballohet kjo datë kështu më radh, nga se kurrizi, po ta kishte njëri nga qeliku, do thejë nga ti. Së dron dot kurrizi këtë lezim tonin. Kjo hoxha I tha, biri jam çështja nuk ka me kurriz, është me zemër apo. Se këtu ka njerëz të moshuar që kanë kurriz më të lodhur se ti, po zemrën e kanë të gjallë apo. Përgjigjja duhur apo. Andaj teravia nuk përballohet me këmbas me muskuj, me zemër të gjallë. Kurani, hatmia, sadakaja, gjithë aktiviteti e Ramazanit përballohet me një zemër aktive, një zemër të gjallë, një zemër që është e gatshme të përballon dinamikën e
aktiviteteve të Ramazanit. Nëse është e lodhur, s'ka mundësi. Ditën e parë, dytë, e ke pa zemrat e pa përgatitur për Ramazan. Ditën e parë mbushë xhamia, ditën e tretë shkojnë të kulot. Marrin energji dhe ruhen për fundin që ta kërkojnë natën e Kadrit. Domethënë kanë fillimin e ndezur edhe kanë në fund emocional. Ka që Ramazani shumë njerëz optën. Ama Ramazani i elitarëve, Ramazani i të përzgjedhurve, është një Ramazan me dinamik 24 orë të vazhdueshme. E përqen kështu duhet një zemër e fuqishme, një zemër e gjallë. Mandaj kjo zemër duhet me lëviz ka Allahu te barekuta, nga se ky është funksioni i saj. E mirë të ndërrua zot. Nëse themi se një njeri duhet me lëviz, a duhet lëvizja e tij të kurzohet nga disa rrethana? Po, me lëviz duhet të kurzohet. Kushti i parë i lëvizjes, cili është? Të jetë njëri i zgjuar. A ka mundësi njëri në gjumë me ecë? Ka mundësi mu që dikush natën, të përse thot dikush, po ka mundësi njoni u zgjekë natën, s'po flasë për përjashtimet tonë, po flasë për gjendje normale. Një njëri në gjumë, a ka mundësi me shku në punë? Ja, s'ka mundësi, pa mundësi shmështë, ajo është në gjumë, Allah. Prandaj nuk ka mundësi me lëviz ai në gjumë ose i përgjumëri. Kushti elementar i hapit të parë të lëvizit më mëngjes është të zgjohesh nga gjumi. Prandaj kushti i parë i një zemre që lëviz si duhet ka Allahu te barekuhu teala dhe i përgjigjet si duhet dinamikës së Ramazanit është të jetë një zemër e zgjuar. Jo e përgjumur, jo e hutuar, jo e mbuluar nga pluhuri i nefsit, po një zemër që është e zgjuar, e këndellur edhe e kupton situatën, e din çka po i thuhet, e din çka po e pret, e din ku po hin. Po njëri që është përgjumshëm, apo nga ti ke mundësi i thush një lajm të mirë se ai e merr vesh, se merr vesh, apo kur zgjohet, çka ka ndodhur, po a tregova, ja, më ka dukur kundër atë. Më ka dukur si ti tjetër, se i përgjumur, s'ka një. E lër më të jetë gjum. Andaj mund të sim hoxhallar, dietar, apo po nëse zemra është e gatshme të dëgjoj, e gjallë, domthon ti marr të gjërat të përgjumurve, apo ose aty që janë gjum, do të mos forim i zgju pastaj të flasim atë. Për këtë arsye Allahu te barekuta kur ka fol për Kur'anin, edhe kush përfiton nga Kur'ani, i ka përmend 3 elemente. I parë është ka thonë, limen kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Don ai që përfiton nga Kur'ani kush? Ai që ka zemër. Mirë, gjithë kemi zemër. Ja, zemër të zgjuar, zemër aktive, të gatshme që ti dëgjon me vëmendje udhëzimet hyjnore. Ne na duhet një zemër e zgjuar. Një zemër e zgjuar. Edhe dietar kanë përmendur shumë sqarime për zemrën e zgjuar, si me zgjuar kështu më radh, nuk du shumë me shetit në këto shpjegime, do të marr veç disa prej tyre që ti marrim si ndoshta udhëzime praktike dhe referuese për zemrën tonë. Të ndonëse njëri për më zgju nga gjumi i duhet një goditje. Me lëviz, apo zhau, duhet me çupi gjumit apo. Edhe zemrës i duhet një goditje që e zgjon zemrën nga gjumi. Kur zgjohet nga gjumi, fillon me i vrejt gjërat realisht çysh janë. Fillon me i pa njerëzit tamam kush është afër kështu më radh. Kur në gjumë nuk e din kush është afër. Prandaj me çka duhet me e godit zemrën? Cilat janë forcat goditëse që e zgjojnë zemrën nga gjumi? Që ky agjërues të ketë një zemër të gjallë, të zgjuar nga gjumi, të larguar, të shpëtuar në distancë nga gafleti, nga hutia, nga habia që është smundja e rëndë e zemrës, që i mundson pastaj me kuptu rrethanat që është në to. Kupton që në Ramazan jam unë. Ka shumë që mund t'i përmend, disa pyetje shumë shkurt të vëzhgoj. Njeriu në këtë dunjë të ndërlozur, nga shumë aktivitete që ai sillet në to, më shumti kush e godet. Për shembull, një njeri, me që shikon një njeri,
Tjetri i flet. Tjetri, për shembull, ja thot një këshill. Tjetri, për shembull, jep një dhuratë. Tjetri, për shembull, i jep shumë diçka. Cila pjesë nga këta faktor, fjala, shikimi, heshtja, lëvizja, dhënja, cila nga këto më shumë ti ka u përshtypje, më shumë ti e ka marrë vëmendjen? Dhënja. Po, kur ti jap, kur ti jap. Pra njeriu të ndërlozër, Allahu te barekuta shpeshherë e ka shkund me begatit. Sa ka në Kur'an, për shembull, udhëzime që Allahu te barekuta na fton që të shikojmë begatit, vrojtimi i begative, vrojtimi i mirësive që Allah t'i ka dhënë. Falyanzur insanu ila ta'ami. Le shikoj njëri në ushqimin e tij. Shikoj ushqimin ton. Çka më shiku? Shikoja preardhjen. Shikoja ky ushqim për shembull sa ka shëtit dunjon dhe se ka ardhur në sofrën tënde apo. Kush e solli kështu apo? E shumë tjera nga begatit që do i përmendim. Njeriu e lëviz begatia. Prandaj ne të ndërlozër më pari për me e zgju zemrën nga gjumi, apo duhet me përmirësu qasjen në raport me ato që na ka fut në gjumë. Kush e ka fut njëri në gjumë? Dunjoja. A ka mundësi ahireti me të fut në gjumë? Jo, s'ka mundësi. Një për shembull vazhdimisht e ka ahiretin parasysh, përkujton xhenetin, përkujton xhehenemin, përkujton dalin për Allahut, llogaritën, ama i përgjumur. A ka mundësi? E pamundshme është. A ka mundësi njëri për shembull për shkak të bizneseve, angazhimeve, punëve, lakmisë e kështu me radhë me ran gjumë, a ka mundësi? Po çka të fut gjumë zatën apo? E në momentin kur begatit të sat roli i tyre ka qenë me të mbajtë gjallë, të kanë fut gjumë, duhet me të njëjtin faktor me çupi gjumit. Vrojtimi i dur i begative. Për shkak se të ndërlozër, shpesh herë ne në raport me begatit kemi qasje të gabuar. Në shpërputhje me qasjen që Kurani kërkon nga ne. Për shembull, qasja e njerëzve karshi çdo begatie që e gëzojmë dunjë është qasje e shfrytëzimit. Në shumë një këtë njerë i qasë çdo begatie për ta shfrytëzuar, është qasje e shfrytëzimit. Dhe pastaj kjo qasje e shfrytëzimit imponon një pyetje vetëm në raport me begatit. Si me arrit pra, si me fitu, si me pas, si me shfrytëzu. Nërsa Kurani me nuk mirët, as me shfrytëzim nuk mirët. Jo. Kurani mirët me një qasje edhe një pyetje. Kurani na mëson që qasja karshi begative duhet të jetë si mjet për adhurim. Do të han edhe pin për të adhuru. Nëse epilogu përfundimtar i shfrytëzimit të begative nuk është adhurimi, ti degradohesh nga njeriu në diçka tjetër apo. O që thot Kurani çfarë thotë? Andaj për ta mbajtur e përsin e privilegjit të qenit njeri, duhet që qasja karshi begatis të jetë qasje të qenit mjet për adhurim, jo shfrytëzim për kënaqësi. Kurani nuk i thot dunjos kënaqësi. Nuk i thot loj, i thot përjetim i momentshëm, ama kënaqësi është xheneti vëllazër. Aty është jeta e lumtur. Wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan. Aty është jeta reale në xhenet. Dhe pyetja që besimtarët në për begatit ja bën vetvetes nuk është si, po cila është? Pse? Për shkak se këtë pyetje ka mësuar sura At-Takathur që flet për grumbullimin e Allahu fondet wala tusalun yawma idhin anin naim. A ditë keni më pyet për begatit? Po çfarë begati kanë pyet? Pse e ke shfrytzuar këto? Pse e ke hungur? Çka ke bërë me kët? Prandaj besimtari qasi ka shi begative nga perspektiva e zemrës së zgjuar e ka mjet për fuqizim në adhurim, jo mjet për shfrytëzim, nga se në qoftë se begatia përfundon vetëm në shfrytëzim, fuqizohet shpirti, fuqizohet epshi e dobësohet zemra. E besimtari nuk duhet në fuqizu nefsin në favor në dëm të zemrës. Nuk van, për shkak se dominimi tek ne duhet të jetë dominimi kujna i zemrës. E këto rregulla
Sikur se funksionojnë për shembull edhe rregullat mjekësore për çdo organ trup. Edhe këtu që dietarët kanë përmend nga fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Aktiviteti dietor duhet të jetë në shërbim të fuqizimit të zemrës, zgjimit të zemrës, e cila pastaj e dominon epshin dhe e menaxhon. Momentin kur begatia e fuqizon epshin dhe e dobëson zemrën, fetarisht me Kur'an konsiderohet keq përdorim i begatisë. Dhe kjo çast nuk ka mundësi me zgju zemrën. Nuk ka mundësi. Andaj çajt në ato me thonë qasjet e duhura, ka shi çdo begatie që gjithmonë të mbajnë të zgjuar përkundër shfrytëzimit të begatisë. Do të nëse e ki këtë qasje gjithmonë, edhe e ki gjithmonë të ndezur këtë faktor, çdo begatie e shfrytëzuar nuk e përgjum zemrën, përkundrazi e ngjall zemrën, e mban të zgjuar. E ne nuk mund të themi që me qenë ka begatia problem për zemrën, edhe po e fuqizon epshin, atë në qka? Po e lëm dunjon këtë. Po bëhemi asket kuptim negativ, me tesha të leskusura, po rrim maleve, hajmë gjithë, a është kje kërkuar? Absolutisht jo. Jo. Nëse zemër të zgjuar, nuk është problem sa para ki, sa pushtet ki. Nuk është problem. Nëse zemër është e përgjumër, edhe 1 euro të bëndam aftën. Edhe 1/2 euro të bëndam aftën. Për shkak se problemi nuk është te sasia, por është te lideri, te imra, ai nëse lakmiqar, apo ajo problem aftën. Problem. Andaj çatën çastit e duhura ka shi begatis, të cilat mundsojnë shfrytëzimin e begatis dhe mbajtjen e zemrës së zgjuar. E para të ndërlozur është se çdo mëngjes gjithmonë ti je i bindur në çdo begati se Allahu të ka jep shumë më tepër se që ki mundësi ti me ditë sot ka dhënë Allahu te barekuhu teala. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Allahu thot nëse doni me numër begatit Allahu nuk keni mundësi me e pamundshme. Qysh e mund që kjo zemrën gjallë çetë asyl praktikisht. Shikoni të ndëllazën. Qasja e njerëzve ka shi begative në kuptim të sasisë nuk është e fokusuar te pjesa e mbushur e gotës, por është e fokusuar te pjesa e zbraztë e gotës. Njerëz shohin çka ju mungon, jo çka kanë. Momenti kur ti shet çka të mungon, jo çka ke, apo atëherë shet që e mundshme është me i numëru ato që të mungojnë. Pa është e mundshme me i numëru ato çka ke? E pamundshme është. Por shejtani e bardh vëmendjen njëtë ato, nuk e kam kët, apo të mungesa. Momentin kur mangësia begative e dominon qasjen ka shi begative, shtohet gjithmonë ankesa. Kur shtohet ankesa, mungon falënderimi dhe vlerësimi ndaj asaj që Allah ta ka dhënë. Prandaj s'ki mundësi me qenë i tillë që begatia qenë në adhurim, por ty begatia të qenë në ankim. E kjo qasje e kundërt. A është e qartë? Prandaj zemra e zgjuar qenë ka falënderimi. Zemra e përgjumur nuk e sheh gotën mirë, e përgjumur ose në gjumë, i sheh mangësit. E kur i sheh mangësit, nuk ka mundësi me falëndëru. Është problem me falëndëru. Nuk e ka me falëndërej. Kjo është shumë elitare pastaj, kjo është shumë tjetër ders, kjo nuk ka për neve ky ders apo. Ai që falëndëron kur s'ka, kjo tjetër ders kjo. Ama me falëndëru kur ki, duhesh me kuptuar se këto që po them elhamdulillah është shumë pak, nga se nuk di sa begati kam, nuk e di. Edhe kjo reale, kjo nuk është diçka fiktive, nuk është diçka imagjinare. Jo, reale është. Reale është. Për shembull të ndërlozë, sa begati kemi në trup, a dina me numëru? As shkencëtarisht nuk kanë arrit këtë mi zbulu që ka njëre. Gjitha funksionet, gjitha qelizat, gjitha hormonet, problema mora. Janë në zbulime sipër, sa ka njëre. Sa nerva ka njëre. Çdo nerv përgjes për diçka. Ku e dim kë për çka është? A keni pa me kilometra nerva nëse zgjatën apo në njëri apo. Ku e din ti çdo nerv që në më pak se milimetri funksionojnë apo. Sa begati është apo. Qysh ka thonë një nga dietarët e hershëm, nga Selefi ka thonë, sa begatia fshihet pas një nervi të qetë. Ha? Kur ai njeri quhet pi gjumit e sheh sa mirë me kone i gjumë apo. Apo
Është sa mirë kon këmë kon gjum ky nervi atë. Ne nuk e dim, po ai nervi kur çohet pe gjumit, don e bezdiz diçka, ti e sheh se sa rahatia pas ka qenë e mshefur mas këtij nervi. Se sa parahatia pas shqetësimit të këtij nervi atë. S'ki mundsi kur më numër beqet Allah të. Prandaj në pamundësi me i numëru beqet Allah xhalla wala ta'ala. Shikoni tash që zemra funksionon bukur, se këto rregulla që s'kan çfarë pa funksionon me tjetër apo. Po një zemër të mirë të gjallë. Në momentin kur ti begatit Allah ndaj teje, i shesit pa numërta dhe i shesit shumëta, do më në shek gotën e mbushur, jo gotën e zbrazur, këtë e ti sjell minimumi 2 gjendje me rëndësi atë. 2 gjendje me rëndësi. Dhe këtë e kërkojmë të çdo pikë. Dhe epilogu përfundimtar i suksesit të Ramazanit në çdo 2 pika. Çdo 2 pika ka godit më shumë te pejgamberi alayhis salam. Çdo 2 pika mos i harroni kurrë atë. Nëse ti ishe begatit, si të panumërta, shumë t'i kap Allahu te barekuhu teala. Allahu xhalla wa t'kap shumë. Çësia e dytë, se ato pikat i përani mas çësës. Çësia e dytë, begatit e panumërta. Çësia e dytë çfarë është? Edhe ato që i di nuk di tamam sa janë. Për shembull, ne kuptojmë syrin si begati. A din me përshkru me fjalë, me një libër komplet krejt begatin e synit? S'mundesh. S'mundesh me ditë. Sa është tamam begatia e synit, a din? Nuk e din Allah. Ti thush me ksy sheh. Po a din sa ka këtu sheh? Shumë sheh. Shumë sene janë këtu sheh. Me veshin dëgjon, po shumë sene këtu që dëgjon ti ato. Nuk ka veç të dëgjim. Është një jetë plot mësim, me plot udhëzim, me plot nga veshja. Pa mundësia me i përshu begatit është qasje dur. Nuk muna me i numru, nuk muna me i përshu. Dhe qasje e tretë cila është në vëzër, nuk i meritoj. Krejt është begati e Allahu te barekuhu teala. Ti ke ardhur i krijuar në mënyrën e përsosur. Apo? Doni, ti ke fitu begati e mas sa viteve ke fillu me falëru? Mas 15 viteve. Parana, subhanallah. Ti ke pa Allah në barkën e nonës begatit, gjitha, syt, mendjen, dur, ke dal mirë, apo? Edhe kur të ka obligu me e falëru për begatit? 15 vjetë. Do në të provoj, a mirë, apo të krymë punë, e në funksionale, se ti kush të evë një makinë, provoj e mirë, u knaqë, e ta shpaguje, pra. Ta shpaguje, ma si qenë ka mirë që i ke bura atë, ata marë, jo, mos ma mesë, se zbëj pa ta, qa bëj pa ta, ata në paguje. Do në tjeshtë, s'ki tjetër zidhje pos ta paguash. Për shkak se po u futën këmbim, që jo s'po du falëndesh për këtë sy në raport me ngjinim, nëse për shembull këmbimi për syrin është fal 5 vakte, s'jam interesuar për këtë tregti. Ma merr syrin. A mundesh me thon këtë fjalë? Mund të thotë kur i ki 2 vjet, se s'din çka syni, se ke provuar hala mirë të çka syni, apo? Mi thonë fëmijët për shembull, a më jap syrin për shembull ta dhoni lodër, thotë po, sa i s'din çka syni atë. Por më 15 vjet thuj, a më jap syrin, apo? Ama tani e ki të lejuar mos shkoj me fal xhumon. Më jap tani tjetrin mos e fal tani drekën. Tani më jap veshën, apo a ka kush që bën këtë kontratë? Jo, s'ka. Ama njerëz i shfrytëzojnë edhe nuk falënderojnë. Kjo është pastaj premtetet e Allahu xhallahu, ne po flasim për funksionin normal ato. Prandaj ti se meriton. Çka ke merituar nga begatit? Çka ke bë? Madje edhe kur falesh a gjëra e bën. Cilën begatit e Allahut e ke shfrytzuar? Më kuptim e ke falëruar Allahun për to. Shkojnë të ndërlozë, pejgamberi sa shembulli i zemrës së gjallë. Sa ka pas nga pasuria e pejgamberit sa? Aisha thot 3 muaj ditë kanë ndonë në shtëpi të pejgamberit, nuk e ndez zjarr. Çka i bën nuk e ndez, s'kena pjek buk. Buk s'kena pjek. E kanë thonë, ma kane eklukum. Çka keni hungur o nona jon? Çka keni hungur? Ka thonë el aswadan, kena hungur hurme edhe ujë. I dërguami i Allahut 3 muaj ditë ka hungur shtop. Ushimi tina. Kjo kon ushimi tina. Si ka qenë shtëpia tina? Aisha radiallahu anha thot, fale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur vin te koha të binte sejdë, unë ishte e shtrirë. Mi prek të këmbët që mbledhi pa këmbët se s'un po bëj sejdë atë. Ky ishte pallati i tij, alayhi salatu wasallam, që nuk mund bënte sejdë nëse siguria e tij është e shtrirë apo. A kuptot? Ja. Don e tjera
në part me këto begati, si është të falënërimi, falë dhe se i fryeshin këmbët, e thonë të gruajt i Aisha radiallahu anha, o i dërguar Allahut, ka të shumë për falësh, e ti ka falë Zoti mëkate, s'ki mëkate? Ka thonë, qysh ka thonë? Afala akunu abdan shakura. Duhet jem rab falëndrues. Apo? Në falëndrues. Në Allah të vërtër. Se shumë ka jap, që më ka jap mu Zoti, zemra gjalli ishe begatit. Zemra për gjumë nuk ishe begatit. As nuk i vlerësën begatit. Pa ne duhet që ta mbajmë zemrën e gjallë, ka shi begative, që shuzimi begative mos ta fuqizon epshin, lakmin, dhe mos ta përgjumë zemrën, por ta zgjën zemrën, të kemi një qasje të vazhdueshme, ka shi begative se janë vetëm nga Allahu dhe nuk mund t'i numërojmë, nuk mund t'i përshuajmë dhe nuk i meritojmë ato. Çështja e tretë, çështja e dytë, këto tri ka shi me begatin. Për te begative, çka ka? Mungesa begative. Që e zgjën zemrën. Na thëmë, e zgjën zemrën, qasja dur ka shi begative. Kur janë begatit, janë këto tri qasje që i përmena. Apo? Nuk mund t'i numërojmë, nuk mund t'i përshuajmë dhe nuk e meritojmë. A e kuptum? Qasja ka shi begative, mirëmbath me këta tri faktor që garantojnë një zemrë të zgjuar vazhdimisht. Që begatit mos me përgjumë zemrën, po me majtë të gjallë. E dyta, ka të bëj me mungesën e begatis. Mungesën e begatis. Pejgamberi më ka thënë, për dunjon, shikoni në atë që është më keq. Apo, nga se kështu bëheni më vlerësues begative. Shikoj ka pranë, nga se nëse shikoni më poshtë, çdo sprovë që e ki në dunjë, gjithçka që të mungon. Gjithçka që të mungon. A ke prek fundin e mangësive dunjos? Ja, mos e ke prek, po ti shumë ndal ti japtën. Po them kushtimisht të vëllezër. Nëse mungesa e begativi ka 100 nivele. 100 nivele. Dhe marrim komplet njerëzimin në botë, sa vuajnë, sa kanë probleme, sa kanë telasha, po në cilin nivel të mangësisë begative jeti në vendin tonë këtu ku jemi? Në cilin nivel jepëta? Për shembull, nëse themi se banorët në Gaza, që e keni pas jetojnë, e keni pas që kanë ndodhur atë, s'kan asnjë siguri, në asnjë aspekt jetës atë, s'kan siguri, as shëndetësore, as arsimore, as familjare, as edukative, as ushqimore, madje as jetësore. Këtë janë tapur. Çdo mundësi për të godit është opsionale. Këta, në këtë gjendje, e konsiderojnë vetën që nuk e kanë prej fundin. Këta, vetëm i vetë, në çfarë niveli jeni, thotë, po hjeko ma, s'jemi mas keqi. Nga se, po i dëgjën duke thonë, elhamdulillah. Po i dëgjën duke thonë, na mjafton Allahu. Po i shet duke u falë. Domthon këta, edhe këta vetë s'po thonë e kena prej fundin. Nëse veç këta i kemi na pikë referente, nëse këta janë në nivelin, po them kushtimisht, e 30 të rënjes nga pika e natë e mungesës, ti në cilën pikë jepëtën? Atëre, që ke mon zemrën gjallë? Që ke mon zemrën gjallë? I ka dalë një plagë, Muhammed ibn Uasi, rahimullah, ka qenë nga djetarë të ershëm, i ka dalë një plagë ndorë, edhe i ka bu pengesa gjithmonë. Në zonës të kam pasë, i mbështjellur nga njerë për mon dorën, po mon ligjrata, edhe në zonës ju ka dhimët. Ka në hoqë, kjo plagë që sa kosë për të lënë rahata, konë alhamdulillah, ka mund me konë gju, bile është ndorë për mojmë dersin, po dham ka paka më dersi për shkanë, ka mund me qenë gju e i shumë dalë nga dersi, aftën. Se kur dhe në gju, që shlet njëri, aftën. Pra nejtë ndërë dhezër, nëse Allah të ka marrë një begati, kur më sëshyrë që të ka marrë, më regull njëtë, vëllaj, aftën, kur më sëshyrë që të ka marrë, se gjithë mund dikujt i merë diqka, s'ka mund si dikur këtë mi pasë, po gjithë mund shiko që ka të kalon, aftën. Që ka të kalon. Për shambull, ka thënë Omer ibn Abdulazizi, shikon njerëz me zemër gjallë burë që bojnë. Ka thënë Omer ibn Abdulazizi, rahimullah. Ka thënë, qofë se Allahu Gjelle Gjelaluhu, ta ka marrë një begati, dhe në këmbim me te ta ka dhonë sabrin, dije se e që ta ka dhonë është me mirë se e që ta ka marrë. Për shkak se ajo begati, ndoshta ka pas mësim me quku, në devijim,
në arrogancë, në të pëlqim, me ndjemadhësi, e kështu me radhë. Ndërsa sabri ka veç hajra pëtë. Prandaj gjithmonë shiko çka të kalon e çka të ka marrë. Nëse Allahu për shembull ta ka marrë begati caktuar, ama ta kalon dhikrin me përmend, ta kalon besimin, ta kalon Ramazanin, alhamdulillah, ajo që është marrë kurrë sot në raport me ato që ka meta. Që këtu zemra është e gjallë. Nga se zemra tash e din se çysh komunikon me Allahun kur t'i jep, edhe e din çysh komunikon me Allahun kur t'i merr. Do të më dish me komunikon me Allahun edhe kur t'i jep edhe kur të merr. Çysh komunikon me ta? Kur t'i jep, të kallëzohesh komunikon. O zdo s'po muna mi numru, jetë më dhonë shumë, s'po ti mi numru. A shumë të meritu, kur t'jep. Kur t'merë, ke marrë diqka, pa ja që kalonë shumë e mirë, prapë në harë jemi apëton. Kërë që gjithë më në kjo zemër të gjallë. Këtë vërejtim kështut të gjithë qasje, gjithë caktimi të në raport me ty, me pa me këtë, nga kjo perspektiv, duhet këtë zemër gjallë apëton. Duhet këtë vetë zemër gjallë. Ndyshe s'ka mundësi të dhëtë, e pa mundë shmërtëm. E pa mundë shmërtëm. Dhe gjithashtu të ndërlozër, nga e që duhet me e pa zemra nga begatit, pra përës për begatit, se begati është edhe kur t'jap, vëllaj begati edhe kur t'jap, edhe kur t'jap diqka Allah është begati, kështu që s'na kalon diqka të punë. E dinaj ma mirë, është edhe në qështje e të rejtë. Cila është e? Që zemra duhet me e pa, duhet me qenë zgjuar për me e pa, dhe sa ma shumë e shë zemra, këtë realitet mbetet me zgjuar, ma aktive dhe më dinamike. Cile është kjo mirësi Allahut? Është afatizimi që te e pa Allahut e bara këtale. Për shamu të nëzër, shumë nga jo ndoshta i një udhëzu, shumë ma vonë se që është dash më udhëzu. Ti është dash më udhëzu nga mosha madhore, nështë ke fillu më falë mas 10 vete, 5 vete. Nështë është mati me agjeru, ke fillu. Pare më nëtë kështë me vdek, para unë pëndu. Që kështë me ndu? Parna Allahu Gjelle Gjelalu, e din si e du e buni mëkat, e halat ja pa fat. E halat mbulan. A jetë të e vrejt këtë mirësi të afatizimit. A jetë të e vrejt. Njërin nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në luftën e Bedrit, ka qenë në anë në mushrikëve. Në anë në mushrikëve, parë e ka luftu pejgamberin në Bedr, po ka pështu. Pastaj në luftën e Uhudit është udhëzuar, edhe u bë musliman. Ta njët në ti, sa ka qenë gjallë, a e dini si është betuaj, kur halë më betu diqka, njëzë është betuat në diqka të madhe, ka thonë, përsha po, ose ju, së më nësi, pasha atë që më shpëtej ditë në Bedrit. Se të më kishmar në Bedr vaj halli për mua. Një shtiz ka qeni, tamam, me të godit, për jetësisht në gjehnem. Ajo shtiz të ka godit, të ka për mundësinë Allahu të barë këtala. E të ka uzu, begati e mua dhe vëllat. Të ka për mundësinë. Prandaj ti përshan këtë Ramazan, me qëfar gëzimi hena për. Mund shme dek natën në Ramazanit. Mund shme dek 5 minuta para se mija këshami i Ramazanit. Mund shme dek. Apo, edhe, kë Ramazan sështë e rizkujt. Hynë në akshamin e ditës së mërkurë, me shtetën është agjerim, apo? Gjallë, në saba gjallë, pa agjeroj gjallë, të ravit gjallë, a e vrend këtë begati, që të dha edhe një mundësi të radhës të përmisosh, a e vrend ti. Si reagon zemra ka shi kësaj mundësie? Zemra e zgjuar, fluturon nga gëzimi. Zemra e përgjumër e kupton normale, po gjallë ime, alhamdulillah, shumë thjesht. Jo, Allah, jo, begati e madha, të ka pa fat, edhe një vjetë për të doa fat, edhe një mundësi për të doa, edhe një shansë për të doa. Këto shansa që Allah për t'jep, Allah s'njep, si vlerë sa Allah. Allah, njëri me t'jep, do t'ishe shumë ma i vëmend shumë, ma i kujdes shumë. Një bërshlim edhe që e ka pas me këj bosh me të 20, apo? Para disa kohë, njëri më qënte një mesazh, thonë të qyre me qka po më kërstojnë bërshli. Dënë të mi ndihim, në s'kena mundësime një mujë zë bërshli, pa i ishte në zërë, e tha që mi qëjtën dhe mesazhe, sinqerisht, të merë Allah, së merë gjumë e burat. Thonë të në këtë orë, edhe ajë s'kishte faj, se njëri ka logarit, thonë për e të burqin, mi a këthy. Po, thash, qysh flenë që kjo Allah me këtë mesazh Allah? Qysh flenë kjo?
Pa mund shme, andaj, para që këtë që ta ka stel me flet, stel me hongër, përshka kërcënimit, thirë thot, adin qka? Vitin arshëm ma këtë një shala. Qysh njët njërë që kjo? Që s'ka flet 2 ditë mirë, s'ka hongër buk mirë, s'ka dit me kesh mirë, s'ka mujtë fëmin me përqafë mirë nga borçi, nga kërcënimet. Mi thonë që kjo përshli, që kjo njëri nësoni, kur që, heq, absolutisht. Mi thonë, adin qka për burëm, jeshtë qëtësu, bona qare, mërë dhe mu dikon, vitë nërshëm i këthanë. Qysh gëzohet që kjo? Qysh gëzohet? E përna Allah me thonë, shumë ki bërqë, sunë e lanë, 1.000 vetë me t'jepë, sunë e lanë. Mirë po t'jepit në Ramazan që shpaguhë mirë që t'jepë. Që dush me konti i gëzumë për këtë punë? Si dush me fëtëru t'i nga gëzimi për këtë qështje? Shumë lasë njëmë. Ma daj dush me pa begatin e afatizimit si mirësi të Allahut që ta mbash zemrën e zgjuar. Normalizimi i begative që të shërbejnë në raport me Allahun te bareke ve teala dhe ta kuptosh si diçka të natyrshme është problem atë. Wallahi çdo ardhi në xhami duhet ta përjetosh si diçka madhore po ndodh atë. Nuk bën me leju asnjëherë që ta normalizojmë ardhin në xhami atë. Si diçka të natyrshme, si diçka po normal beson. Jo vallahi atë. Jo vallahi. Nëse veç Allahu ka dhënë leje. Çdo ardhi jote është me leje speciale. Çdo përmendje Allahut është me leje speciale. Çdo agjerim është me leje speciale. Jep Allahu leje që ky ka më agjeru si vet, ky s'ka më agjeru. Ai përzgjedh këndon nga robët e tij, jo na. Ai përzgjedh haxhilert, ai përzgjedh umregjit, ai përzgjedh. Prandaj ai ka përzgjedh. Edhe nga motrat tona, ai përzgjedh kush ka me bajt shamin. Ai e përzgjedh kush ka me vazhdu traditën e mbajtjes së shamis në kokat e tyre. Ai ka me përzgjedh. Ai ka me përzgjedh kush ka me tregu publikisht një simbol nga simbolet e Islamit, sikur është hijabi. Ai ka me përzgjedh. Të ka përzgjedh dëshmitar të Allahut në tokë, të ka përzgjedh faktor të stabilitetit në tokë. Reagimi si është? Si kime reaguti? Po, alhamdulillah. Jo, mërbur. Jo, dush në sejgjë shumë gatë me thonë, si thonë të pejgamberi, la uhsi thanan alik, ente kema athnejte ale nefsik. O Zot, nuk di që me të falëru, s'kom fjallurin tim fjallë, nuk kam mëne fjallë që është ty me thonë, alhamdulillah. Po ti qasht i falëruar që është ti meriton, që është ti din për vetën tonë, që kjo është zemër e gjallë. Që kjo është zemër e gjallë, që i vlerëson begatit e udhëzimit, begatit e mësimit, begatit e hoxhës, begatit e xhamis, e vlerëson maksimalisht. Që kam kap mu Allahu xhalla wala e nuk shet që ta marr mu. Sa më që ka marr. Apo. Sikur se e gruaja të ndozet në Uhud. Çka ka thonë? I kanoni ka thonë ta kanë vrarë babën. Ka në pejgamberi, ka në gjallë është. Apo. Ka ta kanë vrarë djalin, ka në pejgamberi çka u bë puna ti? Ka ja i gjallë është. Ka 2 djem ti kanë vrarë. Ka e pejgamberi ka në gjallë është. Ka në elhamna që pejgamberi o gjallë, ata i gjoj atje apo. Nga sa ata me gjallë, me tek pejgamberi, çfarë kuptimi ka jeta për ta pastaj? Prandaj shikoj kjo e ka pa si kompenzim për begatin, për humbin e begatisë, më të madhe në jetë, mbet në pejgamberin e sa. Prandaj të vëllazër, mundësia me ngu derse, ligjërata, kuptime të mëdha, që vallahi shumë vende në botë si ndëgjojnë kështu apton, si e vlerëson ti këtë punë? Normal, zakonshëm, apo për një gabim apo diçka të hoqës ti din me ku është gjendja jote në raport me këtë begati? Do të zemra me kone gjallë, me vrejt, ja, diune. Zemra. Prandaj të ndëvëzër, është çështja e afatizimi që Allahu te bartëla, e mundëson që robi me pa zemrën gjallë. Edhe fundit me përmbyll, me zgjatë më tepër, është edhe ajo që e mon zemrën gjallë të ndëvëzër, ajo që e mon zemrën gjallë të zgjuar, se më duhet zemrën zgjuar, është, më thonë, nuk po them vërtetimi se na kena obligim me i vërtetuar të mi pranuar, po të jetosh me premtimet e Allahut azza xal. Ti kesh parasysh gjithmonë. Çka ka premtuar Allahu te bartalla? Për shembull të ndodhë. Çka ka premtuar Allahu për një Ramazan të pranuar? Çka ka pranuar? Nëse i ke vëmendjen te premtimi i Allahut xhalla xhelalu, apo atje ti fare nuk lodhesh në angazhimin për jetësimin e premtimit. Fare nuk është. Ibn Jauzi rahimahullah thotë një provë interesante, që ndëgju, po
ka këto hieshëm rring këtu inshallah. Ha? Thot Ibn Xhauzi më thotë një ditë isha duke nejt me një vend për punë mia. Thot aty afër meje në 2 punëtor punonin. Dhe bartnin bara të rënda nga një vend me një vend. Çuditesha so zellshëm i bartin. Ai bara ron, çi bartnë këto bara. Ibn Xhauzi zemën e gjallë ka pas. Se je vdekur, një ka njerëz shumë shembull, hajri inshallah. O që mësim valla kjo shkollë. Jetën të nxjerr kjo mësim për gjumër jemi ja. Nga shembujt e shumë. Ama kjo zemën e gjallë ka pas. Thot u interesova ku është sekreti i lehtësimit të punës së tyre. Ku është sekreti? A është aspekti muskulator, a është aspekti se për shembull kam ku është atë? Thot edhe e kuptova ku është sekreti. Ata e kanë ditë se është bara e rron. Dhe po ta kishin pas vëmendjen tek bara, problem do të ishte. Kanë gjetë një metodë me zhvendos vëmendjen nga bara. E kuptuat? Cila është ajo vëmendje? Ata ka vonë qëre, duke bartë në këtë vend, apo, ti marrë qësë një poezi. Tani, kur të marrëm këtë barë, me bartë këtë vend këtu, unë e të rësë një poezi. Dhe cilë e ka më të fortë, të të naftën. Duke pas, sa ata kanë qenë zotë e poezisë, gjuhës, apo, në të ku, thot, duke pas vëmenjen të poezia, apo, e kanë haru barën e krahëve, aftën. Thot, këtu mora mësim se, nëse bartën vëmenjen të kënaqësia e xhenetit, e harojmë barën e angazhimeve dhe obligimeve në dunjë. Momentin kur ti si ki met çka të ka premtuar Allahu xhallahu ala, po e ki mendin te barra obligimit, agjërimi bëhet i vështirë. Namazi nos bëhet i vështirë. Po për shkak se vëmendja këtu ka meta. Vazhdoi vëmendja çka ka më don, harron apo vallahi çka duke bart. Apo harron çka duke bart. Për arsye një njeri nga pruet normale, po më të vërteta që e kam pa vet, ka jetu në kushtet vështira. Trona, jetesa. Edhe i ka ardhë një thirrje nga një kompani jashtë, që shkon atje edhe një rrugë ko gjamir. Edhe tash i ka met edhe një muj ditë me jetu, edhe një muj ditë deri te shkuar atën. Thonte, nuk jam të jetu mu as në gusht, as vështirë, as kogjë. Këtë metjen, kër shkoj atje që shko më zënuat. Me pagën time, do të blekë, do të dalë, do të dëshërë. Kjo nuk është ndërim iluzionar, kjo është ndërim real, apo. Prandaj ti përna mull edhe me mendu gjenetin, knatësinë Allahut. Ose që ka thonë një piselevit, i ka thonë, përshkruna gjenetin pak bërë, ka thonë sa i mirë është, ama shkurt, mësë zgatë, ama shkurt. Ka thonë, o menu, ka thonë, në te është Muhammed Alisam, qaq. Balë, qatë dëmë vend më të bukur, më thonë që e ki pejgamberin Alisam të më të të. E mbi këtë në themi, ki me pa Allah në zogjen. Sa ma te për lidhet mendja jote, me premtimin e Allah të barek o tala, po edhe me kërcënimin e ti se sa humbë nëse nuk e jetëson premtimin, realisht organizimi i brendshëm bëhet pastaj i lehtë, bëhet pastaj i lehtë. Edhe ti në shtëpinë tonë organizohesh lehtë ose vështirë, varësisht nga lloji i musafirit që vjen. Jo ndo musafir apo që ujë mi uqit është problem atë. Të lashë, menzi për të më shku. Jo ndo musafir që shpirti më udhon duket pak atë. Apo dy të njerëz, po varet kush po vjen atë. E a ka musafir më të këndshëm për neve, për zemrën tonë se Ramazani? Prandaj mos u lodhni veç ujë mi uqit Ramazanit apo. Po qitni shumë, këtë që keni nga zemën, nga shpirti juaj, për shkak se është një musafir që po vjen veç më të mirë në juaj. Ramazani as nuk shton, as nuk pakson kurrë nga vlera e tij, me ardhmën apo me shkuarën e tij. Ai vjen e mundson që ne të përfitojmë. Prandaj mundësia e përfitimit është nga një zemër e gjallë, nga një zemër e zgjuar, e cila din me i vërtetu begatit, din me i analizu dhe me i kuptu mangësit, apo din me i lexu sprovat, din me i lexu gjithashtu edhe mundësi që Allah e ka dhe afate që Allah e ka shty, ke këtu i lexon që duhet nga sa është e gjallë, është aktive. Një zemër e tillë e zgjuar, pastaj vallahi edhe desën e kupton që duhet, edhe vazhdon tutje me fazat e ardhshme të rrugtimit, nga se faza e parë është zgjimi, e njëri zgjuar ta duhet me ecë, me lëviz, këtu janë pastaj derse të tjera, çysh lëviz njëri. Mirë, po kushti elementar i çdo lëvizje, i çdo përfitimi është ti je i zgjuar. E një varg udhëzimesh për të qenë i zgjuar,
ishin të përlidhur në këtë ligjërate pse ka shumë të tjera. Lutë Allahun e manduar që Allah t'i zgjën zemrat tona. Ti shohim begatit, ti vlerësojmë begatit. Ti jemi mirë njerëz ndaj Allahut, po pastaj ndaj njerëzve që janë shkaktarë të atyre begative. E Allah na mundësof që ti kuptojmë edhe mangësitë e begative si begati. Dhe ti shndrojmë në adhurim ndaj Allahut te barekuhu teala, e çdo afat që Allah na jep, çdo ditë që lind diellin te, ta kuptojmë si një mundësi të madhe që Allah na dha, nga se ka pas mundësi të jetë e fundit. Gjumi ka pas mundësi të jetë përfundimit, me që ushtjove në sabah është mirësi dhe begati e madhe që kërkon falënderim të posaçëm ndaj Allahut dhe shtim në adhurime. E një dinamik e tillë adhurimeve është e mundshme sinqerisht në këtë muaj të begat të Ramazanit, pa që një Ramazan të lehtë, të qetë rahatshëm. Allahu i ruajt vendet tona, e ruajt Allahu popullin ton, nga çdo keqadashës, nga çdo i lig, nga çdo dyftësh, nga çdo njeri që nuk na don të mirën. Kushdo që synon familjet tona, fen ton, popullin ton, kombin ton, me të keqe, Allahu na ruaj nga sherrri i tij. Allahu na e bashkof zemrat na që është i kënaqur e na mëson që të jemi shembull i mirë për të gjithë në ndërtimin e asaj që Allahu ka kërkuar me ndërtu edhe me organizu sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sa. Zoti ruajt me kaq për fond, Zoti të shpërblet hoq, Allahu nderoft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira. O Sheikh, pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur dikush e bën një të mirë ndaj jush, po i that jazakallahu khairan, ja keni thënë të gjitha. Edhe ne themi jazakallahu khairan, Allahu ta shpërblet me të mirë.